Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin, wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-Mustafa al-Amin, al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë, jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar që edhe sonte të takohemi, të vazhdojmë shoqërimin tonë me temën Kur'ani edukon. 2 javë të kaluara kemi folë për çysh Kur'ani edukon femrën, edhe do të vazhdojmë edhe sonte me një detaj. Menoj që është i rëndësishëm edhe është konkret, edhe i lehtë për me e kuptu, po njëkohësisht është udhërrëfim për neve se çysh do të me vepru në jetën tonë. Motoja është وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Çka ju jep pejgamberi merreni, e çka ju ndalon lejeni, çështu na mëson Allahu fuqiplot. Të unis prej kësaj e kemi sonte temën shembuj se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e aplikonte edukimin imanor të femrat, të gratë. Po fillojmë me një diçka që gratë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë lypë vetë prej pejgamberit alaihi salatu wassalam. I kanë thonë, ja Rasulullah, gjithë ditën ti je me njerëz. Gjithë ditën je në xhami, në 5 vakte del në xhami, mes vakteve jenë angazhimet tua të përditshme. Edhe në gjithë atë angazhim për rreth teje janë burrat. Na gratë s'po kemi kur me e pas një kohë, i kemi edhe ato pyetjet tonat, i kemi do interesimet tonat, i kemi do shqetësimet tonat. Kështu që këshëm pas qef si kur te këshe nda një kohë caktuar me të rregullt, ku na kemi me pas takim me ty edhe me marrë mësim prej teje, eventualisht me i trajtu temat të cilat neve na mundojnë, edhe prej atij momenti, prej kësaj kërkese, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë një takim të rregullt me gratë e sahabëve, me gratë e komunitetit. Sikur me thonë sot, termin i rregullt i dersit veç për gra. Pra kështu e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është dëshmit në rrullazën se gruaja në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas pozitën në shoqëni. Bile s'munëm me bë krahasim se s'ka hapësirë për krahasim se çfarë ndryshimi të madh bën Islami prej asaj kohës kur gruaja pothuajse s'kishte kurfar të drejta, përfshirë të drejtat elementare nga njerë për me jetu, për me posedu, për me vendos për fatin e vetë, për me zhvillu aktivitet e kështu me radhë, krejt ato si kishte. Gruaja ishte shumë e shtypon, Islami i dha pozitën e duhur, edhe s'ka mujt asmunat, që dikush me i dhonë pozitë gruas femrës ma mirë se sa i ka dhonë Allahu fuqiplot. Sido që tjetë pra, gratë e lypën edhe e murën, e fitunat pozitën e tyne edhe te aktiviteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë e murën kohën e tyne të mësimit edhe të trajtimit të temave të cilat atyne jo interesonin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa pikdyshime gjatë gjithë kohës merrej me problemet e njerëzve, se funit kjo ishte detyra e tij. Allahu i përzgjedhi pejgamberët për me i mësu njerëzimin, me i nxjerr prej errësirës në dritë, me ia mësu besimin, me ia mësu ibadetin, besa me ia mësu edhe jetën, me ia mësu edhe njerëzillëkun, me ia mësu edhe mirësjelljen. E tash duke qenë kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merrej edhe me pjesën e veçantë të shoqërisë që ishin
që ishin gratë, edhe kur i lexojmë hadithet e ndryshme, e transmetimet e ndryshme, kur i lexojmë edhe vetë jetë shkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me na ik pa e vrejt se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merrej me një edukim shumë cilësor. Edhe kjo ndodhte për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vrente mirë ose deformimet, ose i vrente mirë nevojat ku njeriu ka nevojë për përmirësim. Pastaj kur e ofronte atë mundësinë e përmirësimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam padyshim që e ka bën në mënyrën më të bukur. Për shembull, edhe na e vrejmë sot dikon të gabu, po se kemi ndoshta atë metodën më të qëllume për mja përmirësu dikujt gabimin, edhe shpesh herë e marrim, si me thonë, atë jo guximin, po se kemi funit obligim, kur e shohim dikon të gabu, me u mundu me e përmirësu, po marrim iniciativën me e përmirësu, e nga njerë ndoshta ma shumë shkaktojmë danë se sa dobi, ma shumë prishim se sa ndreqim. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte një psikologji shumë të veçantë në këtë aspekt, kështu që kujtdo që i drejtohej me një këshill, edhe prej kujtdo që kërkonte një përmirësim, ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte në mënyrë të mrekullueshme dhe nuk lënte hapësirë që dikush me u friksu, ose me keq kuptu, ose me u idhnu, ose me u lëndu, ose kështu me radhë. Gjithsesi, ajo metoda e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte gjithmonë veç e butë, nga njëherë kishte edhe vrashtësi, sikur Kur'anin kur e lexojmë, a i keni pa kur përshkruan Kur'ani xhenetin, kënaqështu e lexu, po nga njëherë kemi edhe përshkrim të xhenemit. Allahu e përshkruan veten e vet, ose e prezanton veten e vet falës, mëshiruesi, madh, e kështu me radhë, po ka njëherë tregon se edhe zemrimi i tij është shumë i rënë. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Tregoi robërve të vet, i ka thonë pejgamberit vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në surën Hijr, i ka thonë tregoi robërve të mi se un jam ai i cili fali shumë edhe mëshiroj shumë. Allahu ka thonë, tregoi robërve të mi se un jam ai i cili fali shumë edhe mëshiroj shumë. Mirë po tregoi gjithashtu se edhe azabi jam është azab shumë i dhimbshëm, është ndashkim shumë i rënë. Tash që të dyja kanë ardhur dyja jetë të shkurta, njëri mas tjetrës. Na e kuptojmë që Allahu pra edhe në Kur'an e ka përdorur ato metodën e joshjes, po edhe metodën e friksimit. E kësaj ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të bukur, gjithsesi edhe në mënyrën më të qëlluar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukonte njerëzit në përgjithësi, edhe gratë në veçanti në këto forma. U tregonte për xhenetin, u tregonte për mirësitë e Islamit, po nganjëherë u tregonte edhe për gabimet, duke i potencu edhe pasojat e atyre gabimeve. Duke i potencu edhe pasojat, se tash nganjëherë neve na duket se dikujt me i thonë, mos e bëj ç't punë, se ç'kjo punë mundet me e çu dikon në xhehenem, ose mundet me e çu dikon në dështim, ose mundet me e çu dikon në diçka që sido që të formulojmë është e pakëndshme. Edhe tash ai mundet me thonë ka dalë brese Islami ka shumë butësi, edhe ajo butësi nuk është çishto. E tash sikur t'i referoheshim vetëm butësisë, atëherë s'kish më ra kur me fol për xhehenemin. Pastaj prej butësisë edhe prej mirësisë është që njeriu me paralajmëru për rreziqet me të cilat mundet me u përballë. Që i bjen me i thonë dikujt mos e bë ç't punë, ose mos hec shiknej se mundesh me ra në gremin, në humner, ajo është prej mirësisë, edhe është prej dhëmshurisë, edhe është prej dashamirësisë që e kemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam padyshim që e bante këtë punë. Në një prej këshillave që u jep grave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thot kështu: Ja ma'ashara nisa, tash kjo thirrje, o ju grumbull i grave. Kjo i bjen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka thonë këto ka fol publikisht, s'ka fol për shembull me gruën e vet, ose me çikën e vet, ose me një tafër me të vetën, kështu në katër sy që thojmë na, po ka fol publikisht dhe i ka thonë ja ma'ashara nisa, o ju grumbull i grave.
të sadakën, jepni sadaka, nxitje me bo punë të mira, jepni sadaka, fe inne kunne ekthara ehlin nar, jepni sadaka se ju e përbëni shumicën e banorëve të zjarrit. E thash kjo është ajo e pakëndshmja që thash, nga njerë dhe të pakëndshme ndosh me e thonë, jo për me kriju situatat pakëndshme, po për me tërheq vrejtin mos me ndodhë që ato situatat e pakëndshme. Pra i thu dikujt, bënu burri mirë, se nëse bosh burri keq, mund është me përfundu në xhehenem. Edhe për një me përmendja e xhehenemit, ose me i thonë dikujt, nëse bosh burri keq, është e pakëndshme. Mirë po kjo është këshill për mos me leju me ndodhë pikërisht qëto situatat edhe qëto përfundimet të cilat janë të pakëndshme. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e fillon me një këshill, ja ma'asharan nisa, o ju gra, të sadakne, jepni sadaka, se shumica e banorëve të xhehenemit janë gra. Edhe një gruaj i thot, ja Rasulallah, o ma lena ekthara ehlin nar, çka o puna jonë kështu, pse na me konë, pse shumica e banorëve të zjarrit me qenë gra. Ja u jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diagnozën, ja u jep përshkrimin ku është defekti, thot li enne kunne të këthirë lane o të këfurë ashir. Thot për shkak se ju o gra malkoni shumë, e shpeshtoni malkimin, shumë nemni. O të këfurë ashir edhe shumë jeni mohusën ndaj mirësive që dikosh ja u banë. Edhe këtu u konë përshkrim prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për një gjendje reale, s'u konë gjykim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe nëse i ka ndodhë me i thonë dikujt ti ki me shku në xhehenem, se i ka thonë njonit njerë ti ki me shku në xhehenem. S'u konë këtë gjykim prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se funit nuk është pejgamberi alayhi salatu wasalam ai i cili vendos kush ka me shku në xhenet, kush ka me shku në xhehenem. Do të thënë edhe atyre që ju ka thonë, filoni ka me shku në xhenet, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Talha, Zuberi, Ebu Ubejde, kështu me radhë, nuk ka vendos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ata me shku në xhenet. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lajmëru në bazë të asaj që Allahu i ka tregu. Këta kanë me shku në xhenet. Edhe këto, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vendos, o ju gra, e pat puna juve, ju shumica në xhehenem keni me shku. Ka rrëfy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një gjë të cilën e ka ditë, edhe të cilën e ka mësuar prej Allahut fuqiplotë, mbasi kjo këshill e ka bo që, domethënë, mos të thëmë që kjo me ndryshu, se funit është lejmërim, edhe e është qashtu, po të paktën kush do që e dëgjan këto. Unë po munona që to me e thanë, kush do që e dëgjan, edhe gratë kur e dëgjojnë këtë hadith, nuk do të me u idhnu, përkundrazi, se cila duhet me e marë iniciativën, por mos me bo pjesë në qatë shumicën e banorëve të xhehenemit. Pse? Për arsye se ka edhe shumë gra, edhe në xhenet që kanë me shku. Do më thonë, njeriu në një farë mënyre e zgjedh vetë orientimin. Pastaj me ndihmën e Allahut ecë gjithsesi. Mirë po kryesisht gjanat ndodhin me merit. Për te i kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra duke qenë se ju tha, jo shumë e përdorni mallkimin, edhe shumë i mohoni mirësitë që dikush ja u ban, këtu e vrem se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përdorur metodën e nxitjes në sadaka, edhe rritjen e kujdesit, shtimin e kujdesit për me ruajtur gjuhën, as mos me mallku, as mos me qenë mohus. Edhe kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu, kjo s'do me thonë asnjë mënyrë që edhe na mashkujt mos me e marr këto si udhëzim, për arsye se nëse dikush e bën një veprim i cili eventualisht çon në xhehenem, ani pse u përmend se shumica e grave ose shumica atyre që e bojnë mundën me qenë gra, po edhe nai mashkull mundet me përfundu për shkak të asaj në xhehenem, Allahu na ruaj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shumë i vëmendshëm edhe për me i mësue, me i nxitë, me i stimulu gratë që me i boj ibadet Allahut fuqiplot, me u përkushtu në fenë e tij, me u përkushtu në adhurimin për te, me u përkushtu në respektimin e gjitha atyne që Allahu urdhëron edhe kërkon prej neve që t'i bojmë, respektivisht edhe atyne që Allahu na ndalon në mënyrë që të shmangim edhe të largohemi prej tyne.
Në një prej haditheve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha sallat al-mar'atu khamsaha, thot gruaja kur t'i fal 5 vaktet e saj, wa samet shahraha, edhe e agjeron Ramazanin e saj, wa hassanat farjaha, edhe e ruan moralin dhe ndershmërinë e saj, wa ata'at zawjaha, edhe është besnike edhe e dëgjueshme ndaj burrit të saj, qila laha, do t'i thuhet asaj gruaje, do të thonë ajo e cila i fal 5 vaktet, e agjeron Ramazanin, është e ndershme edhe e moralshme, edhe me burrin i ka relacionet e mira në kuptimin e respektit, që asaj gruaje i thuhet, udkhulil jannata min ay abwabil jannati shi't. Që asaj gruaje i thuhet, ti fisnike që shkon në xhennet. Edhe hin në xhennet ka cilat derë të dush. A e dini hadithin, se që kjo është punë shumë e madhe, është e arritën shumë e madhe, është premtim shumë i çmueshëm, nëse e krahasojmë me hadithin kur e përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam se njerëzit do të ftohen, do të thirren në xhennet që të hyjnë nëpërmjet dyrëve të ndryshme. Dera e sadakas do të thirren, hajde ju që keni dhënë shumë sadaka, hini që keni. Dera e namazit, hajde ju që keni falë shumë namaz nafile, ju që keni ka përceni. Dera e rejanit, hajde ju agjerust e kështu me radhë. Edhe kur e shpjegon këto pejgamberi alayhis salatu wassalam, i thotë Abu Bekri, ja Rasulullah, a ka dikush se i thuhet ti hin ka dush, ose i thirret emni, hajde filan i thirret për më shumë se një dere. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, ka, edhe unë shpresoj që ti o Abu Bekri një prej atyne. Tash paramendot çdo çka i ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam Abu Bekrit, edhe paramendoj këtë çka po thot për gratë. Ajo grua e cila i fal vaktet e saj, e agjeron muajin e saj, e ruan nderin edhe moralin e saj, e dëgjon burrin e saj, edhe që asaj i thuhet ti ka dush hyn në xhennet. Në një farë mënyre nuk e ka çdo burr, por ndoshta shumica e burrave se kanë çet privilegj. E me 4 pika të thjeshta, të rëndësishme gjithsesi, po të thjeshta edhe me majt men edhe me i bë, si me thon, më të thjetës, gruaja po më ka me e siguru një gjatë tillë. Gjithsesi nxitja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ibadet nuk ka qenë nxitje vetëm në nivelin e obligimeve, për arsye se hadithi që e përmena flet për 5 vaktet, flet për agjerimin e Ramazanit, për gjona obligative, për farze. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nxit edhe nafile. Ka thonë në një prej haditheve, ka thonë rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla wa ayqadha imra'atahu. Allahu e mëshiroft një burr i cili çohet natën me fal namaz natë. Pra namaz vullnetar, jo më çu me fal farzin, se më çu me fal farzin s'diskutohet. Po një burr i cili çohet natën pa e pas barç, pa e pas obligim, e prish xhumin edhe komoditetin për me i fal 2 recat ose 4 recat ose 5 ose 7 për Allahun fuqiplot. Thot i fal, çohet natën për me e fal namazin e natës. Po nuk mjaftohet vetëm me u çu vet. Po thot wa ay qadha imra'ata. Po e thirr e çan edhe gruan e vet. Do të thonë e zgjan edhe gruan e vet, fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Thot e nëse ajo ka xhumin e ron ose i thot lem edhe pak të flej, thot ky e stërpik me ujë. E stërpik me ujë në fytyrë. Për çka? Jo me e çu me zor për namaz natë, se funit as na se kemi borx, as se kemi obligim me e çu dikon me zor. Po kjo është te bashkëshortët të cilët e kanë kuptuar fare mirë çka do të thonë bashkëjetesa ose bashkëshortësia ose kurora, e cila fillon në dunja e zban me u ndërprej dhe me u kput derisa të mrin të 2 bashkëshortët në xhennet. E për me mrin në xhennet, aty tani do të shumë bashkëpunim, përveç aty në rregullave i dim ton çfarë borxhe dhe obligime ka burri ndaj gruas, çfarë ka gruaja ndaj burrit, e çfarë janë të përbashkëta e kështu me radhë, për me qenë një bashkëshortësi e mirë, po për te i kësaj do të me bashkëpunu shumë edhe tu e çu njëri tjetrin për namaz natë ose për namaz sabat, ose tu ja kujtu njëri tjetrit vlerën e punëve të mira, vlerën e sadakas, qoftë edhe nafile, ose tu ja kujtu njëri tjetrit kujdesin prej punëve të këqija e kështu me radhë. Edhe këte, pra si vlerë e ka promovu fuqishëm
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në aktivitetin e tij, pikërisht atëherë kur ju ka dhënë ders grave, ose kur ju ka dhënë mësim, ose kur i ka eduku, ose kështu me radhë. Në mes tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka promovuar edhe vlera tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme. Vlerë e veçantë e mirësjelljes së muslimanit është rujtja e fqinësisë, rujtja e kojshillakut. Edhe në të gjithë e dim se Islami, çdo pikë të përbashkët që dy ose më shumë njerëz mundën me e pasë ndërmjet vete, Islami i ka dhënë rëndësi. Edhe e ka shtinë në funksion të afrimit njerëzve edhe më shumë. Për shembull, nëse dikon e ki të gjakut, ajo është afërsi e madhe, po ç'kjo afërsi pastaj është në funksion të një afrimi hala më të madh. Por nëse dikon e ki të largët edhe s'tlidh me to, po e zonë s'tlidh as gjaku, s'tlidh as besimi, as gjuha, as kështu me radhë, po t'lidh kojshillaku, t'lidh gjeografia, jenë mexh me to, ose jenë afërsi me to, atëherë edhe këto Islami e ka shtinë në funksion të afrimit mes njerëzve. E dini atë hadithin e keni dëgju, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ma zale Gjibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Thot ka ardhur Gjibril edhe ka fillu me më fol për kojshin, e tu më fol, e tu më porosit, e tu më këshillu. Thot deri në moment që menova që tash ka me më thonë edhe hisja e kojshisë në pasurinë tonë është kaq edhe kaq. Menova që ka me vashtin hisja e kojshin. Çaq fuqishëm edhe çaq mënyrë inzistuese më këshillonte që me u sjell mirë me kojshin. E tash këtë frym pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përcjell te ummeti. E ju ka thonë edhe grave në mes tjerash, sikur parës që ka ajo, ja ma'asharën nisai tasaddaqna, o jo gra, jepni sadaka. Tash ka thonë këto, ja nisa el muslimat, o jo gra muslimane. La tahqiranna jaratun li jaratiha, walau firsin ashah. O jo gra, ju e dini se keni kojshi, keni kojshike, edhe në bamirësi ndaj fqinjve, ndaj kojshive, thot mos nënvlerësoni asgjë. Qoftë edhe atë pjesën e komës së delës, ajo pjesa e cila ka mas paku mesh. Do thonë të gjymtyrët e kafshëve, ato pjesë ma afër shputave të komëve, mas pak ti kanë mesh. Thot edhe që ato mi aqu kojshikës, me marru një qorbë, ose mi aqu me thonë, bëne ti një qorbë, ose një supë, ose një diçka, thot edhe që ato mos e nënçmani. Që i bjen, majni lidhjet, jo vetëm ato fare fisnore, por edhe këto të fqinësis, majni me mirësi, majni me bamirësi, majni me ndihmes, edhe ato ndihmesa, për shkak të mundësive të kufizume, edhe ato mund t'jenë të kufizume, po me gjithate mos menoni sa është pak. Se çka do që të bëjsh mirë, çka do që t'i bëjsh mirë dikujt, veç e ke forcu atë lidhje mes njerëzve. Edhe kjo është jashtë zakonisht e rëndësishme. Kësaj pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka gjallëruar jetën shoqërore të njerëzve në të gjitha aspektet e saj. Gratë kanë qenë pjesë aktive e sistemit të arsimimit dhe të edukimit. Ka pas gra në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që janë kon dietare. Ka pas gra që janë kon transmetuese të hadithit në rangun e transmetuesve 5, 6, 7 transmetuesve që kanë transmetuar më shumë të prej sahabeve. Një prej tyre u kon Aisha radhiyallahu anha. E natyrshme, se Aisha u kon gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe atë pjesën private të jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, kërkush nuk e ka ditë më mirë se gratë e tij. Aisha janë njëra prej tyre e cila i ka rrëfy pastaj detajet e qysh u kon pejgamberi alayhi salatu wassalam shpejt, qysh o hi, qysh i ka përshëndet familjarët, qysh o ul, qysh ka hongër, qysh ka pi, qysh o shtri me flet, qysh o çu pe xhumet kur i ka qel syt, çka ka thon mas pari, çka ka përdor mas pari për me pastru dhamt, qysh ka marr abdes, qysh o shla prej xhunubullokut. Të gjitha këto janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe na si burra i kena mësu për shkak se kemi shumë nevojë për to, po kush na i ka tregu pjesën dërmuese, na i ka tregu një gru, e cila në rastin tonë është
nona e besimtarëve Aisha radiallahu anha, po jo vetëm ajo, edhe gra tjera kanë transmetuar hadithe. Pra ka gra që kanë transmetuar hadithe prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe kur jemi te hadithin të gjitha gjenerata dhe të gjithë brezat e transmetuesve ka gra. Por ato janë ma pak për një arsye, për shkak se burrat e kanë mushat boshllëk mjaftueshëm, edhe s'ka pas nevojë. Mirë po, gjatë gjithë kohës, edhe gjatë gjithë historisë, ka pas edhe gra dietare. E pse mundet me pas gra dietare? Veç për shkak se ato marrin pjesë, domethënë marrin pjesë në procesin e mësimit edhe të edukimit, pa u pengu. Kur them pa u pengu, nuk e kam për qëllim do si do, me kritere, gjithsesi, mirë po kërkosh s'mundet me thonë se femra s'do të me u shkollu, ose femra s'do të me lexu, ose me mësu, ose s'do të me ditë, ose kështu me radhë. Pse? Për shkak se edhe vetë, ajo që e përmenda në fillim, po edhe vetë jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është dëshmia më e mirë se nuk mundet kërkosh me e kufizu një gjatë tillë. Madje pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk I ka kufizu gratë as me u falë në xhami. Për shembull, nëse neve mendojmë që në këtë shekull jemi më të avancuar me drejtat e grave, veç krahasoj xhamiat e sotit me xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasallam edhe e merr vesh se ku janë kohën ata e ku jemi na. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gratë kanë marrë pjesë në namaze vazhdimisht. Madje jo vetëm, kanë marrë pjesë edhe në lufta gratë. S'kanë marrë pjesë si luftare për arsye se nuk përputhet shumë me natyrën e tyne, edhe pse ka pas gra që janë qaq burnore edhe të zojat, që edhe ka aspekti luftarak nuk e kanë lënë mangut, sikur se ka qenë halla e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Safia radiallahu anha. Ajo ka bën një heroizëm shumë të veçantë, vjen radha, nashta na herë me fol për këtë punë, po du me thonë se kanë pas pjesëmarrje aktive në të gjitha fushat e jetës, po kur kanë marrë pjesë në luftë, kanë marrë pjesë në atë pjesën që është përshtat asaj natyre edhe asaj gatishmërie që eventualisht gratë e kanë pas. Me pastru fasha, me përgatitur ushqim, nëse u ka nevoja me pastru plagë të luftarëve të plagosur ose kështu me radhë, do më thonë pjesëmarrja e grave në jetën shoqërore ka qenë evidente gjatë gjithë historisë, edhe kur një gjë nuk e ka pengu edhe nuk e ka kufizu këtë gjë, e ka kanalizu, pra mësimet islame I kanalizojnë gjanat, mirë po nuk I kufizojnë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që I ka porosit burrat edhe që I ka nejtë gati burrave për mos me bo gabime, ose kur kanë bo gabime, I ka përmirësu, mos thuj kështu, mos bën kështu, pse po bën kështu, ose për shembull kur ardhai burri I ka thonë pejgamberit alayhi salatu wasallam, ka pas një kërkesë. Edhe I ka thonë, qa donë Allahu edhe ti? I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti a mu pëm qënë nivel të Allahut ta? Ka he more këtë ide, ka të erdhë ideja, qa donë Allahu edhe ti? Jo, qa donë Allahu veç. Këtuja që të pikën, qa donë Allahu bo. E unë në musha me të bo një argat të boj, po pe me svarët kurgjo. Do më thënë, edhe kësi intervenime ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mja u përmirësu njerëzve, edhe mënyrën e të mendumit, po mja u përmirësu edhe mënyrën e të shprehunit. E këto e ka po dhe me gratë. Njëherë, u konë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Aisha radiallahu anha, edhe është taku me do jahudi, pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe I kanë thonë ata, kështë pjepum selam, esselamu alejke, po si kanë thonë esselamu alejke, po I kanë thonë essamu alejke. Vdekja qoftë mbi ty. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk s'ka reagu, po menoj s'është provoku. Ju ka thonë wa alejkum, edhe mi juve qoftë. Që kaqë? Po Aisha radiallahu anha o prek, pse mi thonë pejgamberit ashtu, e ka fillu me I malku. Ka thonë wa alejkum samu, wa la'na, wa kështu, edhe biju qoftë vdekja, malkimi Allahut, zemrimi Allahut, e kështu me radhë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Aisha, mos jep zor, la tekuni fahishe, mos o bën fjallë ranë. Po thot ja Rasulullah, a e nive që të thanë? I thot kjo, e ti, a e nive që ka ju thashën e? Ata më thanë, mbi ty qoftë vdekja, unë thash edhe mbi juve. E u kry ma beti, që t'ja pikën, s'ki nevoj tash me hitin në provokime, me të I kalu edhe nivelin e ati I cili
i cili të ka provoku. Është kujdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu edhe për me mbjell frymën e edukimit të gratë që ato t'i mbajnë lidhjet shoqërore dhe farefisnore, edhe atëherë kur ndoshta dikujt ju ka duk se nuk është gjitha që voletshme ose e përshtatshme ose kështu me radhë. Për shembull, Islami na mëson neve që me të afërmit, me ata që i kemi të gjakut, edhe nëse na dallon besimi edhe feja, prap na kemi borxhe dhe obligime ndaj tyne. E kemi obligim me i majt lidhjet me ta, e kemi obligim me u sill mirë me ta, e kemi obligim me ja dash të mirën, e kemi obligim me i majt lidhjet farefisnore e kështu me radhë, edhe pse na nganjëherë mendojmë që po mendoj kur se dim, se jo që e kundërshtojmë ato që na mëson Islami, po mendojmë që ja valla ky masi sa musliman, s'kam borxh ndaj tij. Jo, s'është e vërtetë. Përkundrazi, edhe ka ajete, ka hadithe që na mësojnë për një gjë të tillë. Esma, ka qenë Esma çika e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. E ka pas nonën mushrike. Nonën e ka pas idhujtare në kohën kur po flasim. Nuk e dia u bë muslimane masane, mbas edhe u bë. Pak ka rëndësi, por rëndësi ka se ajo në kohën kur, duke qenë mushrike, nona e Esmës, o që ardhë në Medinë në atë kohën kur ka pas marrëveshje armëpushimi me mushrikët. Ka ardhë, dhe më thënë, mas Hudejbjes, para se me usliru Mekja, ka ardhë me vizitu qikën e vetë në Medinë. Edhe kur ka ardhë, ajo ka shpreh interesim me u afru me qikën e vetë, mbase ka prit edhe që kjo ka me i bo mire, ka më sill mirë me ta. Përmenet në transmetim, thot, gjaët wa hiya raghiba, ka ardhë me dëshirë. Komentatorët e hadithit e kanë komentu këto me dëshirë për çka? Dikush ka thonë ka ardhë me dëshirë me e pranu Islamin. Dikush ka thonë ka ardhë me dëshirë me e rivendos kontaktin me të bijen. Dikush ka thonë ka ardhë me dëshirë që e bia me nderu dhe me e trajtu mirë, si do që tjetë. Tash Esmaja, ka ardhë të pejgamberi, ka thonë ja Rasulullah, ka ardhë nona për Mekës, edhe ajo është kështu, mushrike është, po e vrej që është me një disponim kogja pozitiv. Thote, a kom drejt mu sill mirë me ta. Pejgamberi e ka këshyri, ka thonë, po mërë qysh jo drejt, e ki borxh me u sill mirë me ta. Po, sillu mirë me nanën tane, bëni mirë nanës tane, po mënej të rego respektin maksimal për shkak të pozitës që e ka si nanë. Pavarësisht pse besimit të dallon me ta. Që ka shumë e rëndësishme me e pas parasysh. Një njeri e cili e ka një pozit një jetën tane, mundet besimi edhe me të dallu. S'po flasëm për armiqësi, se aty ku ka armiqësi edhe luft, jenë tjera rregulla. Po aty ku s'ka armiqësi, thjesht besimit dallon. Baba mundet me kon ai, nana mundet me kon. Vllau i babse i nans, motra, i afërmi. Mundet me kon ai i cili dallon besimi me to, po s'jeni në luftë me to. E tash çaj pozita e afërsisë, çaj respektohet. Jo dallimin në besim. Jo me thonë valla prind të mi janë muslimane dhe unë s'kam obligim ndaj tyne, jo që s'ki obligim ndaj tyne. Allahu i madhruar a din çka thot për këtë temë. Thot wa in jahadaka ala an tushrika bi shay'an ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Thot nëse prindrit tu tregohen insistus, pra jo vetëm të thonë, po insistus, thojnë një herë 2, 3, 10, s'lojnë rahate, nga njerë ndoshta përdorin në një formë presione. Për çka? Për me të shti ty me bo shirk, me bo idhujtari, me i përshkru Allahut shok në adhurim, që është krimi edhe gjunoj maj madhe. Thot, nëse në qëto insistojnë, fela të te ahuma, qëto mos i të gja, shirk mos ba. Ama me njëherë Allahu thot, o sahib huma fit dunia ma'rufa. Ama me njëherë për te qëti kapitulli, për te qësaj teme, me ta sillu mirë. Kjo është, përmenoj, ajo edukata cilën na e jep Islami, edhe kjo është ajo edukata cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka dhënë shokëve të vet, ju ka dhënë edhe grave që kanë qenë bashkohanike të tij, që janë konë sahabije, e nëpërmjet tyre është përcjellë edhe deri tek ne, që kjo është çtojnë ato vlerat, edhe që kjo është ajo edukata nëpërmjet të cilave na do të me organizu edhe me rregullu jetën tonë, duke e pas parasysh se
obligimet tona ndaj Allahut janë obligime ndaj Allahut, po megjithatë na kemi obligime edhe në rrafshin horizontal. Kemi obligime edhe ndaj prindërve. Nëse ato obligime, për shembull, borxhet që kemi ndaj Zotit edhe borxhet që kemi ndaj prindërve, gërshetohen, vinë ndesh, përparësi ka borxhe ndaj krijuesit. Po nëse s'gërshetohen, atëherë ti e kryen borxhin ndaj krijuesit, po në atë borxh që e ke ndaj krijuesit e ke edhe borxhin ndaj këtyre prindërve ose të afërmëve ose kushdo të qofshin ata. Po e përfundoj me një hadith që kisha pas qef me e trajtu ma gjatë, po megjithatë e erdhëm në fund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Istawsu bin nisa'i khaira." Nëse lypni diçka pej meje, atëherë po ju jap këshill. Nëse lypni diçka pej meje, po ju jap këshill. Kujdesuni për gratë. Silluni mirë me gratë. Silluni me kujdes me gratë. Se shpjegimi i matutjeshëm i kësaj na jep me kuptu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për i burrave megjithatë po lyp kujdes. Thot fe innal mar'ata khuliqat min dila'. Për shkak se gruaja e parë, gruaja e Ademit alayhi salatu wasalam është kriju prej brinjes, brinja e krahërorit. Wa in awaja shay'in fi dhila' a'lah, edhe dine thot se pjesa e fundit e brinjes është më e shtremta. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Nëse don me e marrë edhe me e drejtu, ki me e thy. E keni pa eshnat e brive, njerit s'kena pa, kanë pa mjekt, po kena pa të dhenve kështu me radhë, që shënë të shtremta, me dasht me e drejtu, ato s'munësh me drejtu, veç e thënë. Thot nëse e lenë që ashtu, ajo ka me metin shtremt, thot edhe gruaja është që shto, ka behane, ka mangësi, si kur çdo krijes, po do të me dit me bashkjetu edhe me bashkëvepru, edhe me ato mangësi, në mënyrë që nëse don me e drejtu dhonshëm, ki me e thy, e në fund prapë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas gjithë këtij shpjegimi, po e përsërit që ato çka e tha në fillim, tha fastawsu bin nisa'i khaira, andaj silluni mirë me gratë. Allahu ju rujtë, ju bekoftë, ju shpërbleft për omendjen, e inshallah javën që vjen dersin e ardhshëm kemi qysh i edukon Kur'ani burrat. Bile nashta ka me konë qysh prodhon Kur'ani burra. Si do qoftë, Allah i madhruar na e mundësoft që me përfitu për këtyne fjalëve, edhe unë që i flasë edhe ju që i të gjani. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.